Mashtruesit, kriminalit dhe ata që merren me pastrimin e parave do të kenë së shpejti një problem shumë të madh në Gjermani. Në Gjermani së shpejti do të prezantohet pra një projekt ligj i cili i jep kompetenca shumë të mëdha autoriteteve të doganave në këtë vend. Doganat do të kenë të drejtën e konfiskimit të pasurive me origjinë të dyshim. Projekt ligji do të miratohet këtë të mërkur në qeveri e më pas do të dërgohet edhe në Bundestag për miratim, por që tani dihet se doganat do të mund të konfiskojnë personave të dyshuar pronat si makina Porsche apo ndonjë orë Rolex dhe gjëra të tjera me vlerë në qoftë se ata nuk kanë ndonjë dëshmi për origjinën e kësaj pasurie. Ministri i Financave Lars Klingbeil bëri të ditur se autoritetet e doganave që në Gjermani njihen si Zollbehörde do të pajisen me pajisje shumë moderne digitale, efektive me të cilat do të zbulojnë edhe kriminal. Një theks i veçantë do të jetë tek pasuritë me vlerë të lartë dhe me origjinë të paqartë, të cilat të dyshuarit nuk mund të justifikojnë se prej nga i kanë ato. Më konkretisht, dogana do të ketë të drejtën të konfiskojë përkohësisht pasuritë me vlera të mëdha derisa të sqarohet origjina e tyre. Ligji i ri synon të sqarojë origjinën e pasurive të dyshimta, si për shembull të makinave të shtrenjta apo të orëve që kushtojnë me dhjetra dhe qindra mijëra euro. Autoritetet do të konfiskojnë përkohësisht ato, ndërsa personi më pas duhet të shpjegojë prej nga i ka aparat për blerjen e këtyre pasurive. Pasuritë e tilla pra do të konfiskohen, ndërsa personi i dyshuar më pas duhet të paraqesë doganës prova që tregojnë se pasuria është fituar ligjërisht. Nëse dëshmitë janë ligjore, pasuria natyrisht do të kthehet. Në të kundërtën, do të konfiskohet tërësisht, ndërsa personi duhet të përgjigjet më pas para autoriteteve ligjore. Fokusi kryesor do të jetë tek pasuritë që kalojnë vlerën prej 100.000 euro e më shumë. Përveç konfiskimit të pasurive, ligji i ri parashikon edhe kompetenca të tjera me të cilat për autoritetet e doganave në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit financiar do të jetë me lehtë. Por detajet mund t'i shpjegojmë në një video tjetër pasi që të miratohet projekt ligji në qeveri e më pas edhe në Bundestag, sepse tani jemi pra në fazën fillestare. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, mbase ka edhe dikush që është i interesuar për këto çështje. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.